Natyrisht, pra, goca zysh ose vajza doktorit, edhe më pyesin me njëherë dhe natyrisht aty unë e kuptoj se sa e rëndësishme është familja dhe ADN-ja. Ka qenë një qytet i vogël me gjitha të Tirana, edhe pse ishin 300.000 veta, në kuptimin ai research, ai kërkimi që bëjnë zakonisht studiuesit e popullatave që gjejnë ato opinion leaders, domethënë në atë qytet dalloheshin disa njerëz apo jo? Ju e ndjenit atë? Domethënë dinit kush ishte ky konstelacion, njerëzish interesant? I dinim, njihnim njëri tjetrin, kishim fansat tonë të gjithë. Samiu ka qenë një shkollë me një produkt të jashtëzakonshëm studentor, por edhe me një ekip mësuesish të jashtëzakonshëm, nga ato që rrallë mblidhen. Vetë prezenca e tyre, dhe në atë kohë të diktaturës, vetë prezenca e tyre, dhe në lëndët që nuk ishin të bënin me, ose në lëndët shkencore, vetë prezenca e tyre dhe elita, ishte, do me thënë, mësuesit e Sami Frashin ishte një elitë e Tiranës. Ato reflektonin, edhe jipnin një tjetër attitude, qëndrim, një qasje tjetër studentit, që aty nxënësi merrte. Dhe ajo ishte një bazë. Prezenca e tyre ju jepte kaq shumë mënyra të folurit, mënyra të trajtuarit. Unë isha, për shembull, me studentët kam qenë shumë më tolerante se në shtëpi. Në shtëpi nuk kam qenë ndonjë mama i shkëlqyer, se i kërkoja shumë e ditit. Jashtëzakonisht. I kërkoja atë që s'ja kërkoja studentit. Studenti vija 10 për një fjali. Sa që më thoshte tjetri, pse vure 10? Artikuloj një fjali mirë. I dhash një situatë e kreu në mënyrë të përsosur. Gjua është një tull më shumë, një tull më pak, një fjali më shumë. Kjo është gjua. Jo, Editit nuk ja pranoja. Editit mund t'i grisa dhe faqem se kishte kaligrafin e mirë. Masi kishte bërë gjitha. Ka rëndësi për ty personalisht që Editi konkuron në listën e hapur për parlamentin e ardhshëm? Si e shef ti këtë situatë? Është një gjë shumë duhet të, domethënë kjo pyetje që më bëre ti kërkon histori. Kërkon një histori. Kemi 1 minutë e gjys. Kam 1 minutë e gjys, por neve të dyja, kjo është 18 vjeçë dhe unë moshën time, ishim të dyja para Partisë Demokratike që në orët e para. Bile, kishte raste që ishim të rrezikuara. Kishte raste që doktori ose Gens Polo na drejtonte njërin tek një delegacion, tjetrin te një delegacion që të përkthenim në vitet 90-91. Dhe fare mirë dhe unë ato vite, me ato cilësi që kisha, mund të kisha kërkuar, kisha pretenduar si që pretenduar shumë njerëz. Po më pëlqeu të jem gjithkohës në arsim. Editi aty e filloi jetën e saj, rrezikoi, ishin me gjithmonë ditë rrezikshme, që 17-18 vjeç, po gjë më po të dramatike ka qenë kur një ditë unë me tim shoq futem në shtëpi dhe gjej poshtë derës letrën në të cilën na shkruante që ju prindër të dashur mos u mërzisni, unë kam ikur, jam në grevën e urisë. Dhe kjo që një dramë, im shoq nuk e përballoi kollaj. Ai kishte përshtypjen që do ndodhte diçka sepse u tha një fjalë dhe do rrezikonin fëmijët. Zuri kravatin. Filluan të vinë njerëzit tonë. Daja, buri hallës, buri tezës na përkranin, Editi ka bërë një punë shumë të mirë, do t'i dali, mos u mërzisni se ai që i revoltuar shumë. Ka patur një lloj solidariteti interesant të njerëzve në atë kohë, që e te i kalonte pak edhe lejimin e afërsisë familjare, se s'di që ti thuash njerëzve në raste të kësaj. Edhe të tilla gjëra ka bërë kjo, ka bërë kështu. Ka luftuar me të tilla gjëra. Është një nga këto lloj rrezikime ky vendimi për të hyrë me një lloj kokfortësie, një gare jo të privilegjuar? Jo, nuk është. Sepse kuptohet vendimi nuk u mor nga unë, po t'ishte nga unë do t'ishte ndryshe. Për të qenë natyrisht në listën e mbyllur natyrisht, por për sa i përket listës hapur, ditët e para natyrisht pata një lloj shqetësimi. Pastaj e kuptova që është një nga sfidat e tjera të radhës për mua, sepse unë shpeshherë kam shkuar me divizën sfidoj sfidën. Edhe siç e tregon edhe Zana tash aktualisht, faktikisht që 18 vjeçë kam bërë këtë gjë pa pasur frikë. Megjithatë tani kam ardhur në rezultat, jam 3 javë nga fushata. Unë kam rreth 1 muaj që jam terren.
T'ju them të drejtën, është ndoshta një nga momentet më të bukura në 34 vite të jetës time politike, që kam nisur me PD-n, vazhdoj me PD-n sot. Pse? Sepse më kujtohet fushata 92-shit. Më kujtohet fushata 91-shit dhe 92-shit, kur unë punoja për të tjerët. Por kur ishte një sfidë për të mposhtur atë sistem, dhe është e njëjta situatë sot. Edhe tani kam arritur në një pikë, t'ju them të drejtën. Unë këto ditë natyrisht për arsye të fushatës nuk e kam takuar doktorin, po nëse do ta takoj këto 2 ditë të tjera, edhe po e them te kjo këtu, unë do ta falenderoja sot, mbas disa javësh, që jam listë hapur, sepse për mua kjo ka qenë mundësia më e bukur për të takuar njerëz dhe për t'i kthyer shpresën shqiptarëve siç kemi bërë në 92-shin, 91-92-shin. Në raport me krahasimin e të dy listave, lista e mbyllur të dembelos në një kuptim? Absolutisht. Të inkapsulon? Nuk do kisha pasur këtë performancë, nuk do kisha pasur takime të përditshme, mbështetje të këtij lloji, një dashuri kaq të madhe nga njerëzit dhe natyrisht nuk do kishte qenë kjo adrenalin. Kjo e gjitha mua më pyesin njerëzit e lodhur, unë nuk e përmend fare lodhjen gjatë ditës, pavarësisht që ne punojmë, unë jam 16 orë, 18 orë, jam gjatë gjithë kohës në teren, është adrenalin. Është e mrekullueshme. Takimi me njerëzit, komunikimi me njerëzit. E shoh entuziazmin. Po duhet ta pyes Zanën në raport me disa momente që kalon njeriu në jetë si studiuese e gjuhës angleze. E natyrshme është që njerëzit të mendojnë që në një moment pjekje, njeri që di gjuhën, pra që ka the tools, mjetet për ta përdorur, për ta studiuar, për të futur në elemente fine, nuancore të saj, çfarë bën? Përkthen veprat më dha. Dhe unë e di që ti ke përkthyer. Duhet të më tregosh pak për procesin. Është ashtu siç thuhet që ti jep një liri të jashtëzakonshme vendimarrëse raport me përcaktimin e disa gjërave, apo është siç na thonin neve në BBC atëherë që nuk ka një term të posaçëm, por ka njësi termash, apo është ajo tradutore traditore? Dgjoj, përkthimi është një